E vërteta është që jemi një kamp i ndarë në 2 shtete, Shqipni, Kosovë. Kush nuk e pranon që ca nuk ka mësu histori ose është njeri shitun. Njerëz, harroni debatet politike në studiet televizive se nuk na çën kërku. Janë mendime personale të njerëzve. Nuk bën me shoh Kosovën pse dikush ka dhënë në televizion thotë një mendim të vetin, ose dikush pse më shoh me komente për Shqipërisë më thon ke Shqipënia jon të këqij. Nuk është e vërtetë. Gabim, këto janë mendime të njerëzve, ndoshta të pagum. Po na nuk bën me pas urrëtie, dëshira e më e madhe është më kon bashk. Kush nuk na do bashk? Armiku xhakatar. Armiku na urren. Pse na urren? Se bomi më të fortë. Qëllimi jonë është më kon të fortë, më kon shqiptar bashk. Nuk bën me pas urrëtie njerëz, se urrëtia nuk na çon kërku. Personalisht, mendoj që pa Shqipni nuk bën. Shqipnia dhe Kosova janë një, do të me ditë këtë sen. Dhja kom fol mirë ajo, po që kjo është mendimi jam. Kush do që fol ndryshe, mendoj që e ka gabim. Edhe nuk e kam mësuar historinë. Se policia. E vërteta është që jemi një kamp i ndarë në 2 shtete, Shqipni, Kosovë. Kush nuk e pranon që ca nuk ka mësuar histori ose është njeri shitun. Njerëz, harroni debatet politike në studiet televizive se nuk na çën kërku. Janë mendime personale të njerëzve. Nuk bën me shoh Kosovën pse dikush ka dhënë në televizion thotë një mendim të vetin, ose dikush pse më shoh me komente për Shqipërisë më thon ke Shqipënia jon të këqij. Nuk është e vërtetë. Gabim, këto janë mendime të njerëzve, ndoshta të pagum. Po na nuk bën me pas urrëtie, dëshira e më e madhe është më kon bashk. Kush nuk na do bashk? Armiku xhakatar. Armiku na urren. Pse na urren? Se bomi më të fortë. Qëllimi jonë është më kon të fortë, më kon shqiptar bashk. Nuk bën me pas urrëtie njerëz, se urrëtia nuk na çon kërku. Personalisht, mendoj që pa Shqipni nuk bën. Shqipnia dhe Kosova janë një, do të me ditë këtë sen. Dhja kom fol mirë ajo, po që kjo është mendimi jam. Kush do që fol ndryshe, mendoj që e ka gabim. Edhe nuk e kam mësuar historinë. Se policia.